Pas shpinës time është Vlora, ndërsa unë jam tek balkoni i Kaninës dhe sot kemi vendosur që të bëjmë një ditë plazh. Nuk e kemi vendosur eksaktësisht se ku do të pushojmë sot, në Vlorë, në Orikum, në Dhërmi, në Qeparo, në Borç apo diku tjetër, do ta zbulojmë së bashku dhe gjithashtu do të shohim se sa do të shpenzojmë për një ditë të vetme plazh në rivjerën më të bukur të Shqipërisë. Doni s'doni, për të ardhur për plazh nga këto anë që t'jeni të sigurt ju duhen të paktën 10.000 lekë karburant ose 100 euro naftë. I wake up feeling no pain, long stretches, I get to remember it, then I see my bed is empty on one side. 250 lekë ishte tarifa e tunelit, por nuk e di, më duket se tani gjatë sezonit verës e kanë lënë free ose nuk kanë filluar akoma që të mbledhin pagesat për kalim. 250 lekë për makinat vogla, një kalim, për të kthyer prap 500 lekë. Ne s'paguam, kështu që s'po i fusim në llogarinë e buxhetit. Tuneli Llogaras është edhe tuneli më i gjatë në Shqipëri, 5.9 kilometra, dhe ka kushtuar jo pak. Në fakt shkurton kohën me rreth 30 minuta pasi në qafën e Llogaras, tani më kalojnë vetëm ata që kanë neps për kos me mjalt. Vendosëm të ndalojmë në Dhërmi dhe parkuam makinën. 500 lekë do të paguajmë për parkingun këtu në Dhërmi. Për gjithë ditën. Po kërkojmë një plazh. Ja ku e gjetëm. Pas kanë bërë edhe shkallë. Dhërmiu është një nga destinacionet më të bukura të rivjerës shqiptare, ku kaltërsia e detit jon takohet me malet madhështore të parkut kombëtar të Llogaras. Ashtu si edhe në vende të tjera, edhe në Dhërmi janë ndërtuar struktura, hotele dhe resorte. Këtu kam ca rezerva, pasi edhe pse duken të bukura si ndërtesa, janë pa sistem. Plazhet e Dhërmiut janë ndër më të famshmet në Shqipëri. Dhërmi Beach është plazhi kryesor, me guralet të bardhë, ujë të kthjellët dhe një vijë bregdetare të gjatë, ideale për notë, sporte ujore dhe shëtitje buzdetit. Pak më në veri ndodhet Drimadhes Beach, i njohur për hapësirat e gjera, peizazhin spektakolar dhe atmosferën më të qetë. Për ata që preferojnë vende më të izoluara, ky gjë i vogël është vendi ideal. Ujërat e kristalta dhe shkëmbinjtë e vegjël përreth e bëjnë atë një destinacion të preferuar për eksploruesit dhe adhuruesit e natyrës. Jemi vetëm pak minuta larg Dhërmiut, tek plazhi i Morsit, një plazh më pak i frekuentuar që ruan një atmosferë të qetë dhe natyrore, me ujë të pastër, breg me guralec dhe peizazh të paprekur. Kemi gjetur një plazh të vogël, ndoshta 10-20 çadra gjithsej, Morsi quhej, edhe këtu kushtonin 20.000 lekë ose 2.000 lekë të reja çadrat dhe shezlonët. 2 shishe ujë, 2 kafe, 680 lekë. Morsi është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një vend larg zhurmës dhe duan të shijojnë detin në privatësi.
Fal pozicionit të tij strategjik, Dërmiu është gjithashtu një pikë ideale për të vizituar destinacione të tjera të Rivierës shqiptare, si Palasa, Vunoi, Himara dhe Qeparori. Më duket se u lodha duke folur, por besoj se edhe lodhja është e papërfillshme kur bëhet fjalë për fjalë të mira. Tani është piku i drekës, ora është 2, edhe shumica e pushuesve si duket kanë shkuar të drekojnë. Kështu që edhe ne duhet shkojmë të ham bukë se si e ndjej stomakun. Këtu, mbi plazh ishte edhe restoranti, dhe kjo është menuja. E kishim rezervuar tavolina më përpara, kështu që na e kishin ruajtur. Edhe menuja thot që çmimet janë njësoj si te Morsi në Tiranë. Porositëm 2 bira, 1 shishe ujë, 2 pinca, 1 Morsi wings edhe 1 Morsi french fries dhe paguam 6.000 lekë ose 60 euro. Në fakt i thash menaxherit që na ofronte një tavolinë me pamje nga deti, se i thash duhet bëjë ca video që ta shohin ndjekësit e mi sa bukur është, po e kam të rezervuar, tha, edhe pse derisa ikëm ne ngeli bosh tavolina. Ora është 4 e pasdites edhe ne shndrojmë dhe pak, pastaj do të kthehemi për në Tiranë. Dhe tani është ai momenti që bëjmë llogaritë edhe duhet të ikim. Atëherë, kemi shpenzuar 10.000 lekë për karburant, që mund të shpenzoni edhe më pak, në varësi edhe të trafikut apo të lëvizjeve që mund të bëni. 2.000 lekë kushtuan shezllongët këtu, 700 lekë kafet e paradites, 6.000 lekë dreka. Me pak fjalë, nëse doni të vini këtej nga këto anë, merrni 200 se ta keni me vete se si dihet. Shihemi në videon e ardhshme javën që vjen.